Këto janë 3 shenjat e horoskopit që do të favorizohen në dekadën e ardhshme. Luani. Me besim dhe guxim, Luani do të hyjë në dekadën e re me energji të reja. Në vitet e ardhshme përdorni karizmën tuaj të lindur dhe aftësinë e leadershipit për të ndërtuar një rrugë plot sukses dhe arritje personale. Shigjetari, etja juaj për aventura dhe përvoja të reja është e pangopur. Dekada e ardhshme ju fton ta përqafoni atë si një udhëtim vetë spulimi dhe rritje personale. Qoftë duke udhëtuar në vende të largëta, duke studiuar apo duke ndjekur diçka të re, ndiq kuriozitetin tënd. Lëre të udhëheq në përshtigjet që nuk i ke imagjinuar kur dhe mos e shih të panjohurën si pengesë, por si një ftesë. Ujori, vitet e ardhshme janë ideale për të shfrytëzuar shpirtin tuaj inovativ dhe për të bërë një ndryshim. Keni fuqim për të sjellë ndryshime domethënëse. Mos keni frikë të thoni të vërtetën tuaj dhe nëse kjo do të thotë të shkoni kundër rrymës. Autenticiteti juaj është arma juaj më e fuqishme. Rrethoni me njerëz me të njëjtat mendime që besojnë në një botë më të mirë njësoj si ju.